që s'ka pas pej 2 mitës, Po? unë ku përdu me televizion e plumin Zëçan, për mi 30 familje e konë Zëçan, shqiptarë, për të konë fura e bukës, ka unës Prezarenit, Hasan, Hasit, e atina, kësë nuk ja jep Albinit është njëri i shqitëm. Ai që nuk e do në Albinin, a e do në Sërbinin e pas në Tibrit. Kush e do në Albinin, do të më në logaritit, s'ka Sërbi më në Tibrit, pas atjen, dhe pas ave që ku është kufi, ke lëshak. Na do të në jep Albinit burë. Do t'i besohet Albin Kurti për tua? Po që nuk do të një besohet Albin Kurti, shka e familja në Zëçan në jetu. Kush ka këtu me shku në Zëçan? Para 20 vjetë, para 5 vjetë, kush ka këtu me shku? Mirë, sa më mendon tashmë që do të ketë ndryshim në këto zgjedhje? Albina? Po? 8-65 dhe dhe në 72 dhe me konë qatë. Dhe në 72 për tua? Po, ata që mësu me hangër gogas, ata kanë qef me fitu të partit tjera. Albin nuk je pare gogas, nuk je shtetin Albini për pare. E e thënë Sonagër, sa Sonagër, me konë Sonagër, s'kishnajt në familjen të dëmja shorë, ta ke po me rifatë që kam të rëmdër. Mirë. Qishve qenë Albinin Sonagër. E se qenë Albinin Sonagër, ata ka familja jashorë Sonagër. Marot pa me thonë për Albinin Sonagër, ajo që i rritëm Prishtinë, që ka i këtë demonstrata, të në kruën të reshkijet. Nuk të jota i termë, vetëm serbet. Nësë da pas sërbët, ajde që du stuj. Po, e të do të namë me përkra Albinin, do shë me po shtetë, mos do shë me po shtetë, a përkra të kënë. Falenderoj shumë zotër Avni. Shumë faleminderit. Përshëndesim shumë natën e mirë, gjithë të mirat për ty, ishte ky Avni, falenderojmë atë, regjia kemi dikon tjetër në Viber, do ta mirëpresim dikon tjetër në telefonin tonë në Viber, do ta kemi telefonusin tjetër që kemi me pagesa në këto momente, po hapim lidhjen, që të shohim se kush për na tret në këto momente. Alo, mi mbrëma. Jo, nuk e kemi në Viber, alo. Alo. Përshëndetje. Ndalja zërin televizorit, kush për na telefonan? Alo, mi mbrëma. Edhe për ty, kush për na tret? Përshëndetje, Korab. Edhe juve, kush na telefonan? Ju përgëzaj për emisionin. Faleminderit. Musa. Nga na tret zotri Musa. Musa. Vetëm ndalja zërin televizorit, të lutëm në mirë kuptim. Korab. Qka? Po dëgjoj. Halo? Po dëgjoj, veç vazhdo të lutëm, sepse po marrim kohë dhe minuta. Qysh bre Korab, mujnë me thonë se nuk i kem prish në marrëdhëniet vetë vendosja me Amerikë. Kur tonë kohën rrinë të i thonë në për të vime Amerika, e këta votus të tina thojnë se Kurti, veç edhe Kurti. Po mëse vovë zotin me në dalë Amerika për ishtumit, se edhe shtetet evropiane dalin. Po... Cilit program politik duhet t'i besohet? Cilit program politik duhet t'i besohet me shumë të partive politike në Kosovë, zotri Mus? Po ato se punojnë mas mirë për Kosovë dhe kanë punu dhe për para. Po qysh mujnë me thonë kanë vjedhë partit tjera për para, kur kë për 6 vite 26 miliard, kujla? Kujla mërë kur 26 miliard. Po thua ka bërë këtë shpërdërime dhe Albin Kurti, qeveria Kurti? Qysh ka bon më të madhe kanë bon. E këta se po marrin të mira materiale për tëne, po thojni veç Albini. Ju cilit program politik do t'i besoni më shumë, zotri Musa? PDK-s, LDK-s, AK-s? Po programin më të mirë e ka Ardian Gjini. E vlerësoni më së shumë të Ardian Gjinin? Program të Ardian Gjinit, po? Në 4 viteve do të kemi nevojë as për rrim me blekru. Mere me men 1 milion euro në ditë rrim blej. E dionija tëne e votosve së shojnë sanë. As nuk njën sanë 1 milion euro me blej në ditë rrim, e të i pas mundësit tjona me marë kontra globalin e Amerikës, e gazin prej Amerike, e me shku shteti për para, na vishkojmë ka homnera. Ky vend në ka shkon për ditë e më të poshtë. Pret ngritje për AK-n në këto zgjedhje, zotri Musa? Po. Për Amush Haradinajn, pret ngritje? Ha? Pret ngritje për AK-n? Po.
Mund të ketë ndryshim për thua në këto zgjedhje për akën, ë? Po gjithsesi është Ardian Gjini i duhuri për me udhëheq këtë Kosovë si kryeministër. Është njeri si e ka dëshmu veten me Gjakovën të cilën e kanë rënume ADZ për lufte. E ka bë lule në Tanant, me rrugë, me drita, me zbukurim. Je i kënaqur me punën e tij, je i kënaqur tashmë me punën. Me gjithçka ka prek dyrat i e ka lulëzuar. Sigurisht e kuptoj. Pashme, kjo shihet. Falenderoj shumë. Smuret në kanë kërkosh shesh. Mi të falenderoj zotri Musa. Natën Të e mirë. përshëndesim shumë zot mirë. Zoti që të kalojnë na mirë në këto zgjedhje, mos ketë konflikte, Shpresojmë edhe ne ashtu. po të shkojnë si mos miri, e s'po du kërkon me ofendu, i përshëndes të gjithë vllazërit. Faleminderit shumë, edhe ne po ashtu. Të përshëndesim shumë natën e mirë. Të thirrin ndërgjegjës, le të shohin se shkajnë ka bojnë vetë vendosja. Le të shohin të gjithë. Falenderoj për kohën tuaj, të përshëndes shumë. Natën e mirë. Falenderojmë dhe zotrin Musa dhe të gjithë juve. E kam dikën në Viber, përshëndetje. S'po du kërkon me ofendu. Përshëndetje. Ndalja zërin televizorit, kush po na tret? Ndalja zërin televizorit, vazhdojmë me një telefonues tjetër, regjia nuk është e mundur të flasim kështu. Të dashur miq, nëse ju i angrisni zërin televizorit, është e pamundur që ne të flasim. Ndalja zërin televizorit, dëgjojeni veten çka keni folur në DTV Media në YouTube. Hyni aty, më mbrëma. Alo. Përshëndetje edhe për ty, mirë se vjen zotri Afrem. Mirë së gjitha. Korab. Çka po mendon? Qysh këti më? A votohet me emocion apo me program politik? Çka po thua? Qysh dush korab quen das emocion, das motiv, unë votoj me motiv. Me motiv, a? Po normal. Edhe korab, Po dëgjoj, disa si po thuin vallaj mirë shkon Bedri Hamza. Unë faktikisht e kom përkrov, jo sa Osmanin, e përkroj shumë Albin Kurti ta, shumë. Nuk kam kur gjë kundër Bedri Hamza, po leti fiton votat. Kush është kundër për mi fituaj votat? I fiton 15% e dalën dhe thuin Bedri Hamza. Bedri Hamza ne kem provu në Mitrovicë 4 vite, qa ka bo asë një gropë se kam shelë kune, s'kam shelë. Asë një. Edhe në dëgjë korab. Unë pe e kuptoj si kundërshtari politik nuk mund është me mujt me intriga, me rana. Nuk mund është si del Bedri Hamza, si del pyti kyja, nuk din të të regjon veç asfalt, që 20 vite, si pushtetun e një veç të thonë asfalt, kur gjë të të regjoj. Mendojnë su e gjenë si kanë morë të hulla për prindët vetë me meshtruat asfalt. Po da jemi kredit mërë për asfalt, po ka jemi vetë për asfalt, të nësë kemi pas rrugesh. Për dhe ke e kujten si e ka shtru alla Hashim Thoqi. Hashim Thoqi, zvisholla lirua djenë të shpia që gjartë gjithë është në burg. O konë kushokon, zdoj me hina të komente ishtë nësina, po e njeva një pyetje si e boni tim program, do e përkrojmë korab. Unë kom me, apo të gjemë? Po dëgjoj, shumë mirë. Unë kom me përkro Kënd? ato që fiton votat, programin që fiton votat, e programin që fiton votat kom me konë Albin Kurti. Është edhe pikret, veç Albini.